Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi takuar në minutat e ditarit informativ këtu në RTS Gjirokastra, kundër të tjera sot do të ndiqni. Në konferencën e 19 të kryetarëve të parlamenteve të vendeve të iniciativës Adriatiko-Joniane që zhvillohet në Janin, Greqi, kryeparlamentaria shqiptare Elisa Spiropali ka deklaruar se procesi për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është procesi bazuar në merita dhe sipas saj, brenda këtij viti vendi ynë do të çelë të gjithë grup kapitujt e negociatave. Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarret mbetet prioriteti i shërbimit zjarfikës në Bashkinë e Gjirokastrës. Hartimi i mirëfillt i planit të masave me qëllim përballimi në kohë ishte në fokus të takimit që drejtues vendor të bashkisë zhvilluar me blegtorët dhe kryepleqt e zonës së Cepos. Vjosa në fest rikthehet për të 4-tin vit në Memaliaj, ky festival që synon promovimin dhe mbrojtjen e një prej thesareve natyrore, më të ralla të vendit ton, lumin vjos bëri bashkë kulturën tradicionale me ritmet moderne, natyrën me krimtarinë dhe njerëzit me vjosën. Gjiroklasika, festivali i muzikës klasike, vjen për herë të 5 në qytetin e UNESCO-s. Mbrëmja e së njëjtës shënoi edhe startin e këtij edicioni, i cili ndryshe nga më parë do të japë vëmendje artistëve të rinj. Ky event do të mbahet në kështjellën e Argjiros me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Ju njohim tani më gjërësisht. Në konferencën e 19 të kryetarëve të parlamenteve të vendeve të iniciativës Adriatiko-Joniane, që zhvillohet në Janin, Greqi, kryeparlamentaria shqiptare Elisa Spiropali ka deklaruar se procesi për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian është procesi bazuar në merita dhe se sipas saj, brenda këtij viti vendi ynë do të çelë të gjithë grup kapitujt e negociatave. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali nga Janina, ku zhvillon punimet nisma Adriatiko-Joniane, garantoi se Shqipëria do të vijojë të luajë rolin e saj për të konsoliduar bashkëpunimin rajonal në Ballkanin Perëndimor. Vendet tona kanë potencial të madh. Shqipëria do të vijojë të nxjisë bashkëpunimin rajonal për të sjellë më pranë popujt dhe vendet tona. Do të dëshironim që edhe vendet e tjera të rajonit të avanconin në këtë proces për sigurinë dhe mirëqenien e të gjithë popujve tanë. Shqipëria ka vetëm një plan A, drejt destinacionit të saj të ardhshëm dhe ky është Bashkimi Evropian. Duke u referuar rrugtimit të reformave integruese të vendit drejt Bashkimit Evropian, Spiropali tha se objektivi strategjik është çelja e të gjithë grup kapitujve brenda vitit 2025 dhe deri në 2027 të përfundoj krejt procesi për t'i hapur rrugën vendimarrjes për antarësim. Kryetaria e Kuvendit u ndal edhe tek mundësia që vendet do të përfitojnë nga plani i rritjes së Bashkimit Evropian duke konsoliduar tregun rajonal. Plani i rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor paraqet një mundësi të jashtëzakonshme për Shqipërinë. Miratimi i parafinancimit për rajonin si pjesë e planit të rritjes do të nxjisë zhvillimin ekonomik, do të ndërtojë infrastrukturën rritëse kombëtare rajonale dhe do të ndihmojë në zbatimin e reformave të nevojshme për integrimin ton në tregun e Bashkimit Evropian. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali tha se politika e fqinjësisë së mirë, rritja ekonomike dhe unifikimi me politikën e jashtme dhe të mbrojtjes së Bashkimit Evropian janë prioritetet e qeverisë shqiptare. Parandalimi dhe mbrojtja nga zjarret mbetet prioriteti i shërbimit të zjarfikës në Bashkinë e Gjirokastrës. Hartimi i mirëfillt i planit të masave me qëllim përballimi në kohë ishte në fokus të takimit që drejtues vendor të bashkisë zhvilluan me blegtorët dhe kryepleqt e zonës së Cepos. Në njësinë administrative Cepo u zhvillua një takim sensibilizues me pjesëmarrjen e shërbimit zjarfikës, përfaqësues të pushtetit vendor, kryetarëve të fshatrave dhe blegtorëve të zonës. Gjatë takimit u vu theksi në domosdoshmërinë e marrjes së masave parandaluese për zjarret, duke pasur parasysh situatën e rënduar të vitit të kaluar, ku u regjistruan disa vatra zjarresh që shkaktuan dëme të konsiderueshme në mjedis dhe ekonomi. Kemi filluar takimet në të gjitha njësitë administrative për sensibilizimin e të gjithë qytetarëve dhe kryesisht të blegtorëve që për neve janë një shqetësim. Për shkak se zjarret e vendosura në akullota kryesisht janë të blegtorëve dhe janë zjarre të qëllimshme. Nga bëm të qartë edhe sot blegtorëve dhe gjithë kryepleqve që në rast të zjarri me policinë e shtetit kemi një akt marrëveshje që do të na mbështesi në çdo vepër penale që do të ketë, do në zjarrvënie të qëllimshme.
Pjesëmarrësit u informuan mbi detyrimet ligjore dhe masat që duhen marrë për parandalimin e zjarreve, si dhe rëndësinë e bashkëpunimit mes institucioneve dhe komunitetit lokal. Vitin e kaluar kemi pas disa vatra zjarri në njësinë administrative e CEPO dhe shpresojmë që si vjet mos kemi ato problematike që kanë në vitin e kaluar. Disa ishin dhe zjarrvënie të qëllimshme nga blegtorët që janë konstatuar. Bujqësia, blegtoria, të gjitha duhet të jenë në kontakt me njëra tjetrën. Këto takime janë pozitive në fakt për të ruajtur nga zjarret. Takimet të ngjashme sensibilizuese do të vazhdojnë të zhvillohen në të gjithë territorin e Gjirokastrës gjatë këtij sezoni të verës, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit dhe përgatitjen për shmangjen e situatave të rrezikshme për jetën dhe pronën. Mbarvajtja e sezonit turistik 2025 dhe menaxhimi me sukses gjatë kësaj periudhe mblodhi në Sarandë drejtues të institucioneve shtetërore në nivel vendor. Në fjalën e tij, prefekti i qarkut Vlorë, Plator Nesturi, vuri theksin se organizimi dhe krijimi i kushteve optimale për një sezon të mbar dhe pa problematika për të gjithë ata që po vizitojnë bukuritë natyrore të këtij qarku. Një tryezë e posaçme e task forces është organizuar në Sarandë nga prefekti i Vlorës Plator Nesturi, kur sezoni ka nisur dhe përgjegjësitë për përballimin e tij në vijimsi janë të mëdha. Pjesëmarrës në këtë tryezë ishin drejtues të institucioneve me angazhime dhe përgjegjësi të veçanta për sezonin e ri turistik. Për punën e bërë deri tani dhe masat e programuara për vijimsin, informuan drejtues të drejtorive apo agjencive në nivel vendor që ofrojnë shërbime bazike të lidhura në mënyrë direkte me mbarvajtjen e sezonit veror. Me thekse të veçanta, tryeza e task forces në Sarandë u ndal në panoramën e punës së kryer dhe sfidat që janë përpara, për të dhënë siguri dhe qetësi nga shërbimet policore, përfshirë edhe ato bashkiake, si dhe shërbimet në tokë dhe në det nga Policia Kufitare dhe Kapitaneria e Portit dhe Dogana. Mendoj që ky lloj bashkëpunimi nuk duhet të jetë thjesht si ex katedra, pra nga lart, por që duhet të jetë koherent dhe i përfaqësuar direkt me autoritetet vendore në çdo cep të qarkut. Aq më tepër me 3 bashkitë kryesore që do të përballojnë dhe fluksin më të madh sezonit turistik që janë Vlora, Himara dhe Saranda. Në vlerësimin e prefektit Nesturi pritet një sezon turistik plot sfida nga ura e mifolit në qafbot. E në këtë kuadër janë të nevojshme edhe masat e shtuara dhe përgjegjësitë e marra për përballimin me sukses. Ajo çfarë pritet është pikërisht që do të kemi një sezon plot sfida, sepse të tilla do të jenë dhe flukset e reja të turistëve të huaj dhe vendas në gjithë qarkun e Vlorës. Dhe në këtë kuadër patjetër kjo kërkon dhe një shtim të masave më të drejtë për drejta dhe më të gjera për ta përballuar me sukses këtë sezon turistik. Gjithsesi, ajo çfarë ne synojmë është jo vetëm thjesht një element i përballimit në kushte emergjence, por dhe të rritjes cilësore të shërbimit në turistik. Tryeza e task forces në Sarandë shërbeu edhe për të adresuar në organet kompetente problematika që lidhen me funksionimin me sistemin 24 orësh në sezon, si pikalimin kufitar të qafbotës, si dhe në lejimin e lundrimeve me orar të zgjatur nga Korfuzi në drejtim të Sarandës. Ksamili po mirëpret vizitorët e parë të sezonit, ndonë vera ende s'ka nisur zyrtarisht. Bukuritë natyrore po tërheqin turistë të vendas dhe të huaj që zgjedhin të pushojnë në pranverë dhe të shijojnë plazhet e bukur që zona ka. Me ujrat e kristalt, ishujt e vegjël dhe rërën e bardhë, Ksamilit nuk i mungon asgjë për të qenë një nga destinacionet më të preferuar në Shqipëri këto ditë pranverore. Vizitorët vendas dhe të huaj kanë mbritur tashmë për të shijuar ditët me diell dhe bukurinë unike të kësaj zone bregdetare, dhe pse jo, edhe për të shijuar plazhin. Ksamili dhe Saranda janë destinacionet më të mira për ne tashmë. Na kanë pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Madje po mendojmë edhe të blejmë një vilë këtu. Sot po shijojmë plazhin, po na pëlqen shumë ujë. Deti është me ujë të kristalt, shumë i pastër. We came for 9 nights. Kemi ardhur me pushime dhe do të qëndrojmë 9 ditë në Ksamil. Nuk na pëlqejnë vendet me shumë njerëz, ndaj kemi zgjedhur këtë stin për ta vizituar. Është hera e parë që vim këtu. Vitin e kaluar kemi qenë në Korfuz dhe këtë vit zgjodhëm Ksamilin.
Disa miq na sugjeruan të vinim këtu me traget dhe të vizitonim Ksamilin ose Sarandën. Shqipëria na është dukur më evropiane, me ujë të pastër dhe përgjithsisht shumë më e mirë. Njerëzit janë miqësor dhe të sjellshëm. Po e shijojmë. To cross this channel. Turizmi mbetet burimi kryesor i të ardhurave për zonën e Ksamilit dhe një zhvillim i qëndrueshëm turistik është elbësor për ekonominë vendase. Në këtë fillim pranvere Ksamili jo vetëm që duket si një destinacion veror, por edhe dëshmon se turizmi shqiptar ka potencial të zgjerojë sezonin përtej muajve klasik të verës. Pritshmëritë për sezonin e ri turistik në Sarandë priten të jenë tepër të larta nga ato të një viti më parë. Prenotimet kanë filluar që prej fillimit të vitit, edhe pse janë paksa të ulta, nga rezervimet e fundit mendohet se muaji qershor do të ketë më tepër fluks turistësh. Në strukturat akomoduese të Bregdetit të Sarandës prej muajsh kanë nisur prenotimet, por sipas administratorëve të hoteleve, rezervimet janë pak të ulta për shkak se është fillimi i sezonit, ndërkohë që pritet të ketë rritje në muajt në vijim për shkak edhe të rritjes së cilësisë së shërbimit. Rezervimet kanë qenë akoma të ulta, për shkak se është akoma fillim sezoni, Shqipëria nuk është akoma në ato renditje të larta siç janë besoj shumë shtete tjera turistike. Jemi në pritje sepse prenotimet ka për gjatë beharit presim një rritje të madhe, besoj se më të madhe se vitet e tjera, për shkak se edhe ne kemi rrit shërbimin si qytet ose si shtet, ne kemi rrit shërbimin, ne kemi rrit mundësit edhe pothuajse i kemi rregulluar gjitha ato ngecjet që kemi pas. Rritje të kërkesave për rezervime do të ketë më tepër pas muajit maj, ku nga prenotimet dominojnë më tepër polak, italian, francez e nga shumë vende të tjera, të cilët qëndrojnë rreth 2 ditë. Deri tani është një statistikë shumë e mirë për mendimin tim, do ketë dhe më shumë gjatë ditëve që vinë. Faktikisht tani ka dalë ky planifikimi që të gjithë po ndjekin, që është rinë nga 1 ditë ose 2 ditë, maksimumi 3 ditë, në qytetet të ndryshme në rivjerën e Sarandës, pra Vlorë, Borsh, Himar, Dërmi, Sarandë, kështu që mund të rinë me ditë shumë shkurtra, 2 ditë, 3 ditë maksimum. Pritshmëria e lartë, po thjesht ditët janë më të shkurtuara sepse tani e dinë se sa e gjerë është jugu i Shqipërisë, dhe duan që të vizitojnë gjitha, të kenë kohë për gjitha ditë. Saranda e mrekullueshme, e cila ndodhet në gjirin e detit jon, ngelet një ndër qytetet më mikpritse të turistëve të huaj. Vjosa në fest rikthehet për të 4-tin vit në Memaliaj. Ky festival që synon promovimin dhe mbrojtjen e një prej festareve natyrore, më të ralla të vendit tonë në lumin Vjos, bëri bashkë kulturën tradicionale me ritmet moderne, natyrën me krijimtarinë dhe njerëzit me vjosën. Sheshi minatori në Memaliaj është kthyer në një mozaikë ngjyrash, aromash dhe traditash. Panairi artizanatit dhe kulinarisë, pjesë e aktiviteteve Vjosan Fest, kanë mbledhur artizan nga zona të ndryshme të jugut, që prezantojnë me pasion punimet e tyre të veçanta, qëndisje, punime dore, objekte dekorative si dhe produkte kulinarie. Unë jam nga Përmeti dhe sot kam marrë pjesë me produktet e bletës të gjitha, me mjaltin, me polenin, me propolisin, me kremrat bio, me qumshin e bletës, me çdo gjë të bletës. Kam vitet e fundit marrë pjesë sepse këto panaire na afrojnë akoma më shumë. Këto preferojnë sepse sa më i sinqert dhe më i sigurt të jesh për njerëzit, aq më afër, domethënë afrohen. Ne kemi marrë sot pjesë në panair me produktet e vajt. Fabrika quhet Fabrika Ullishtarit, ndodhet në qytetin Krahës. Ne promovojmë vajin ekstra të virgjër, vaj shumë cilësor si dhe në produktet e tij. Këto janë punime me dorë, me çanta, edhe gjëra artizanale. Po, kam kohë. Kur jam në kohë të lirë, sidomos pas lindjes, jam marrë gjithmonë me këto. Ka shumë njerëz që i preferojnë shumë, sidomos nëse janë handmade, kanë akoma më shumë dëshirë që ne t'i riprodhojmë. Këto panaire për ne janë shumë me vlerë sepse ne na ndihmojnë që të promovojmë akoma më shumë produktet që ne prodhojmë me handmade. Organizatorja e këtij eventi na njeh më nga afër me agjendën e pasur që do të shoqërojë Vjosan Fest gjatë këtyre ditëve. Kemi aktivitete që mbushin gjithë ditën, janë 3 stenda aktive me muzikë, kemi te ura, te stadiumi dhe te sheshi minatorët. Aktivitete sportive që janë rafting, hipizëm, paintball, cirku i Tiranës,
panajiret e ndryshme që do bëhen, i bëj thirrje që gjithë të vinë ta shijojnë Vjosën në festë dhe Memalia një qytet plot ngjyra që do jetë këto 2 ditë. Me këngëtar Vjosan Fest është një fest për komunitetin për të ruajtur trashëgimin kulturore, të promovojë dhe të japi jetë ekonomisë lokale përmes artit, punës së dorës dhe shijes tradicionale. Gjiroklasika, festivali i muzikës klasike, vjen për herë të 5 në qytetin e UNESCO-s. Mbrëmja e sejntes shënoi edhe startin e këtij edicioni, i cili ndryshe nga më parë do të japë vëmendje artistëve të rinj. Ky event mbajti në kështjellën e Argjiros me mbështetjen e Bashkisë Gjirokastër dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit. Janë tinguj muzikor të interpretuar në piano nga 18 vjeçari kosovar Ylli Haliti, i cili çeli edhe edicionin e 5 të festivalit Gjiroklasika në Gjirokastër. Për rreth 50 minuta, artisti i ri solli muzikën e kompozitorëve të njohur botror për një publik të zgjedhur. Nuk ishte rastësi për Yllin, që së shpejti do të nisë studimet e larta për piano dhe kompozim, pjesëmarrja në këtë event të muzikës klasike. Është hera e parë që performoj këtu, në Gjirokastër, kam qenë më përpara vetëm si turist. Ngare në Gjiroklasika nuk kam qenë kurrë, po mënyra se si kam arrit me ardhë me mbajtë recitalin këtu është përmes garës Pianisti i ri, ku është ndohë çmimi special Gjiroklasika. Këtë vit, Gjiroklasika i është dedikuar artistëve të rinj shqiptar që kanë histori suksesi në vend, por edhe skena ndërkombëtare. Drejtoria artistike e festivalit, Kristina Petrollari, zbulon edhe emrat e atyre që do të performojnë në netët në vijim. Gjiroklasika në edicionin e 5 është një festival që është kushtuar tërësisht të rinjve. Atyre të rinj që kanë historitë e suksesit në profesionin e tyre. E filloj me djalin kosovar sot, Ylli Haliti, i cili sapo është diplomuar dhe do ndjeki një shkollë dhe ka qenë një nga pianistët kosovar që në konkursin Pianisti i ri në Kosovë ka marrë çmimin Gjiroklasika si një talent. Natën e dytë është Ivo Gjika, një nga pianistët shqiptar i cili studion jashtë, ka studiuar jashtë dhe ndërkohë ka dhe një karrierë solistike dhe koncertale dhe vjen atë ta sjelli këtu. Natën e tretë kemi Laura Lozin, violiniste, po ashtu një nga interpretueset e reja dhe një nga zërat më të njohur të skenës shqiptare të brezit të ri, dhe Eni, pianisti i cili vjen nga Italia dhe jeton aty dhe kanë bërë një kombinim të dy bashkë me vepra mjaft interesante. Në kuadër të edicionit të 5 të festivalit Gjiroklasika do të mbahen edhe koncerte shëtitse, ku artistët do të interpretojnë në muzeume, shtëpi karakteristike dhe pikat të tjera në zonën muzeale, ku turistët fokusojnë vizitën e tyre në qytetin e Gurt. Partia Socialiste në Finiq pas Selenicës arriti rezultatin e dytë më të lartë në qarkun e Vlorës. Drejtuesit vendor të kësaj force politike tashmë janë besim plot se të gjitha premtimet elektorale do të bëhen realitet për 58 fshatrat e Finiqit. Bashkia e Finiqit banohet kryesisht nga anëtar të minoritetit etnik grek, kur e 2/3 e popullsisë jeton në emigracion. Në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, elektorati në këtë njësi vendore ka besuar votën Partisë Socialiste, me një rezultat të lartë që ka shifrën 61%. Pas Bashkisë Selenicës, Finiqi arrit rezultatin e dytë më të lartë në qarkun e Vlorës. 12 ditë pas zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme, opinioni publik në Finiq është në ankth, sidomos për realizimin e premtimeve që lidhen me asfaltimin e rrugëve në të gjitha fshatrat, për ujin 24 orë, si dhe për rjetin e amortizuar të energjisë elektrike. Kryetari i Partisë Socialiste vendore, zoti Thoma Kallogjeri, pasi ka një falendëri për votuesit e forcës politike që përfaqëson, mendon se të gjitha premtimet elektorale do të bëhen realitet në 58 fshatrat e Finiqit. Për sa u përket premtimeve, vetë zoti Llajo ka marrë përsipër dhe është angazhuar para elektoratit që në 4 vjeçarin që jemi do të asfaltohen të gjitha fshatrat e Bashkisë Finiqit, do ketë ujë të pishëm në të gjitha shtëpitë të tona dhe do përmirësohet kështu jeta e qytetarëve tanë. Njëkohësisht, kjo njësi vendore do të përfaqësohet në Parlamentin e Rim nga mjeku i njohur Vasil Llajo, anëtar i minoritetit etnik grek. Dua të theksoj që ndjehemi shumë të kënaqur dhe të lumtur, sepse në fund të fundit fitoi një djalë që është me origjinë nga kjo bashki,
fitoi mandatin me djersën e vetë, edhe me punën që bëri Partia Socialiste natyrisht. Ishte një intelektual i formuar dhe një biznesmen i arritur. Në zgjedhjet e 11 majit, në Bashkinë e Finikit votuan 4.300 banor, nga 31.600 votues të regjistruar me të drejtë vote. Këtu kemi përfunduar të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ, ndajmë së bashku dhe mirë takofshi.